Luftën e filloi Bideni, nuk e filloi Zelenski, më as Bideni, luftën e filloi Nuk e filloi as Zelenski. Jo, ata e nxitën Zelenskin, ata rezistonte, futën në një thanë rrugë bra pa dhe krye. Dhe ata ishin Si thanë bra dhe unë mos u dorëzo. Mra dhe unë mos u dorëzo. Bravo, do kjo quhet nxitje liberale. Kundër ato ishte dorëzoj. Ishte nxitje për agjendat e tyre. Nuk ishte liberale. Liberale ishte për ta futur në një qorë sokak për të realizuar agjendat e tyre. Çfarë do të bënte dovon Zelenski kur kolonat e tankeve sulmuan Kievin dhe atëherë po e qojmë të fakti kryer, por para se të shkojmë të kolonat dhe tanket, nuk duhej që të nxitej një luftë dhe të thojë se të prishej marrëveshja e Minskut. Marrëveshjen e Minskut për ta prishur e nxiten këta për një agjendë të tyre të pa dobishme. Dhe atëherë të flasim, më fal, se duhet të shkojmë gjërave me radhë. Atëherë, do me thënë, Trumpi direkt pas takimit që pati në shtëpitë e Bardh, të mos harrojmë që i tha Putinit, të pëlqen Zelenski, ti do bësh marrëveshje me Zelenskin. Pra ja preu Putinit pastër qartë. Dhe kjo tregoi forcën e Trumpit ndaj Putinit, pavarësisht se mediat dhe fryma tjetër politike do të interpretojnë si Putini e dëgjoi më një herë në fakt dhe më një herë bëri marrëveshje me Zelenskin. Pasi foli me Trumpin për kështu dhe Putini filloi duke u tërhequr sepse Putini nuk do bëj marrëveshje direkte me Zelenski.